Një sekond mund të ndryshojë rrjedhën e gjërave. Ka momente që nuk zgjasin shumë, por ndikojnë gjatë. Një sekond ku vendos të flasësh ose të heshtësh, të pranosh ose të refuzosh, mund të ndryshojë një drejtim që duke i qartë deri në atë pikë. Nuk është gjithmonë një ngjarje e madhe, ndonjëherë është një reagim i vogël që hap ose mbyll një mundësi. Shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë derisa është vonë. Të tjerë ndjejnë që diçka është në ajër dhe zgjedhin me kujdes. Nëse e dallon këtë moment dhe nuk e kalon pa vëmendje, mund të ndikosh në një mënyrë që nuk e kishe menduar më parë. Luani. Një situatë që kërkon reagim të shpejtë mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të zgjedhësh midis impulsit dhe kontrollit. Një fjalë që do thuash ose një përgjigje që do japësh mund të ndikojë më shumë nga sa duket në atë moment. Një sekond reflektimi mund të bëjë diferencën mes një situate që përshkallëzohet dhe një që qetësohet. Nëse e kontrollon këtë moment dhe nuk reagon menjëherë, mund të ruash një pozicion më të fortë dhe të shmangësh një situatë që do të kërkonte më shumë energji më vonë. Britsjapi. Një moment që lidhet me një vendim praktik mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon më shumë intuit nga sa zakonisht. Një mundësi mund të shfaqet në mënyrë të papritur dhe të kërkojë një përgjigje të shpejtë. Nëse vepron menjëherë pa menduar, mund të marrësh një drejtim që nuk është plotësisht i qartë. Nëse ndalon për një moment dhe analizon situatën, mund të kuptosh që ka më shumë element nga sa duken në sipërfaqe. Një sekond reflektimi mund të ndihmojë të bësh një zgjedhje më të qëndrueshme dhe të shmangësh një vendim të nxituar. Binjakët. Një bisedë e zakonshme mund të kthehet në një moment që kërkon reagim të menjëhershëm. Një fjali që dëgjon mund të shtyjë të përgjigjesh pa menduar gjatë, por kjo mund të mos jetë zgjedhja më e mirë. Një sekond heshtje mund të jap kohën për të kuptuar më mirë atë që po ndodh. Nëse e përdor këtë moment për të reflektuar dhe jo për të reaguar menjëherë, mund të shmangësh një keqkuptim që do të ndikonte më gjatë. Një reagim i menduar mirë mund të jap një avantazh që nuk është i dukshëm në fillim. Demi. Një situatë që lidhet me një mundësi mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të vendosësh shpejt nëse do ta pranosh apo jo. Një ofertë ose një ide mund të duket e mirë në sipërfaqe, por një vendim i nxituar mund të mos të jap kohën për të parë detajet. Nëse ndalon për një moment dhe analizon më thellë, mund të kuptosh që ka element që duhen parë më me kujdes. Një sekond reflektimi mund të ndihmojë të shmangësh një zgjedhje që do të vendoste në një situatë më të komplikuar më vonë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën sekond nëse mendon se një moment i vogël mund të bëjë diferencën. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.